Do më thënë, keno i këngë tjetër? Këngën Anila Mimani do digjesh. Po, digje njerë. Po, digje njerë. Ti më dukesh i mërzitur pa. Në emocione Dukesh i mërzitur, nuk jem më si në fillim. Të vazhdoj kështu i dashur. Tani jo nuk ka kuptim. Ajo po kur ti më doje. Tani jo nuk thehet më. Tani jo nuk thehet më. Qau po të lë. Ti më dukesh i mërzitur. Nuk jem më si në fillim. Të vazhdoj kështu i dashur. Tani jo nuk ka kuptim. Ajo po kur ti më doje. Tani jo nuk thehet më. Tani jo nuk thehet më. Qau po të lë. Unë të lë. Ka nga ata njerëz që nuk i lejnë ëndrat të flejnë në sirtar dhe Albania's Got Talent është një ftesë e madhe për të gjithë ata që duan ta testojnë ëndrrën e tyre. Se çfarë ndodh kur ngjiten në atë skenë, edhe kur refuzohet kalimi për në fazën tjetër, ne do t'i zbulojmë të gjitha këto emocione tani nga Ornela Tash. Ornela, shumë kënaqësi. Mirë se vjen Tash. Është shumë kënaqësi të kemi këtu në studio për të kuptuar që çfarë ndodh me një herë pasi ti e realizon ëndrrën tënde, por nuk merr përgjigjen që ti prisje. Po. Mirë se vjen së pari. Mirë se ju erdha. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu me ju. Edhe ne jemi shumë të lumtur që të kemi. Dhe ajo çfarë kuptojmë përmes performancës, por të kuptojmë edhe kur kemi përballë që ti njëri shumë emocional, ke shumë emocione, kështu që gjëja e parë që do të them është ndihu si në shtëpinë tënde. Pra harroj kamerat, harroj studion, ne këtu do bëjmë një bisedë shoqërore. Ne do themi ca të vërteta, ca ndjesi të shpirtit dhe gjithçka Ornela mban këtu në zemër. Mirë? Na trego Ornela, pse vendosi si fillim që kjo skena e Albania's Got Talent do ishte e duhura për të treguar këtë dashuri që ke ti për këngën? Se zgjodha të merja pjesë këtu, se kam pas dëshirë që të vogël, por nuk kam pas mbështetje atë në atë kohë. Ti je rritur e vetme, apo jo? Jam rritur jetime. Po? Prindit jam ndarë kur kanë qenë 2 vjeçë, prindit e mi janë ndarë atëherë në atë kohë. Nga kush je rritur ti? Jam rritur nga gjyshja e mamit dhe gjyshi e mamit. Nga gjyshrit, nga ana e mamit. Nga ana e mamit. Me dashurinë e tyre. Me dashurinë e tyre, me shumë dashuri. Edhe shumë përpjekje, besoj. Dhe shumë përpjekje. Dhe sfida, besoj. Dhe shumë sfida. Do kemi mundësi të flasim dhe për sfidat gjatë rrugës, po si ka qenë Ornela si? Fëmijëria ime për mua ka qenë shumë e lumtur. Si gjithë fëmijët e tjerë. Çfarë ka ndodhur? Cila është historia? Shkoja në shkollë. Të gjithë më bullizonin. Daleshin me mua. Edhe duke ditur që e kisha nënën të sëmurë. Si ka ndikuar kjo në rritjen të? Jo dhe shumë mirë për mua. Sepse kur e ke nënën të sëmurë, gjithmonë mbrapa krave të ngulin thika sa të duash. Por kjo jam më e fortë dhe më e lumtur se kur. Dhe jam shumë krenare për mamën time. Je shumë krenare për nënën tënde dhe ke krijuar edhe një familje tënde sot, apo jo? Po kam krijuar, kam 3 vajza. Ti kesh me jetë? 2 kam me aftësi të kufizuar, një e madhe është me epilepsi, edhe e vogla është me autizëm. Pra është një sfidë e përditshme për ty prindërimi. E losme, po ja kam dalë ma. Po ti do fort vajzat edhe besoj janë forca jote. Ajo forca që të bëri edhe mos heqësh dorë nga ëndrat, edhe pse kishe kaq shumë peripeci dhe vije nga kaq shumë vështirësi. Kush të mbështeti, Ornela? Dhe tha, po, ti duhet shkosh në atë skenë dhe ta provosh këngën, edhe pse nuk e marr mësime, edhe pse nuk e di ditë vetë forca ime. Vetë goca jote. Forca ime vetë, unë vetë e mora këtë hap. Këndoje në për shtëpi tërkohës? Po, kam kënduar në për shtëpi, kam që dëgjoja, më pëlqenin i këndoja. Gjithmonë. E kishe menduar që ndoshta një ditë do rrihet të e kisha menduar, por nuk e prisja kaq shpejt. E kisha menduar. Se u mora pjesë në anë të audicioneve online
Albania Got Talent, po. Albania Got Talent, dhe jam shumë e lumtur. Dhe unë gjite në skenë me çfarë pritshmërie, çfarë doje ti të arrije nga jo skenë? Unë nuk prisja asnjë gjë. Asnjë Thjesht në këmbim. Ta shijoja, e shijova, jam shumë e lumtur që e shijova atë moment. Edhe shpresoj që vitin tjetër dhe lë të gjithë të hapitur. Më bëri shumë përshtypje. Theti, gjithsesi, s'më pranuat, po vitin tjetër këtu do më keni prapë. Prapë do aplikosh për Albania Got Talent? Po. E ke ndarë mendjen. E kam ndarë mendjen. Por nuk do kesh aq emocione, besoj. Jo. Tani, më trego pak, për zgjedhjen e këngës. Të Bleona Qeretit. Flasim për këtë që dëgjuam. Përse një këngë të Bleona Qeretit? Pse më të pëlqen? Më pëlqen. Muzika e Bleona Qeretit? Të gjithë muzikat e këngëtarëve. Anila Mimani. Greta Kotit, di shumë këngë që i kam mësuar. Mirë, komentet e Juris? Ishte shumë të mirë. Si do qoftë, ne do i dëgjojmë. Se janë më të ndenjë se ne, janë më të ditur se ne. Ti këndove sa këngë në atë skenë? 2 këngë. Këngën e? E Bleonës, dhe Anila Mimani. Dhe Anila Mimani ishte kënga e dytë me të cilën ti u mundove që ti fitoje zemrën Juris. Mirë, trego pak, cili ishte më i butë me ty, nga antarët e Juris? Të gjithë, për mua të gjithë shumë të mirë. Cili pëlqeu më shumë me komente që ta? Të gjithë më pëlqen. Nuk patë rezerva me asë kënd? Jo, nuk i ndaj. Një e ke më për zemër? Nuk i ndaj asë kënd. Nuk të mërziten komentet fare? Jo. Mbadja të më bëjnë shumë të fortë. Ornella, futesh ti në rrjetet sociale për të lexuar komentet pas performancës tënde? Çfarë thoshin komentet? Shumë gjëra. Shumë gjëra. Po nuk jemi disa e përgëzuan guximin tënd, disa të tjerë dhe nuk e kuptuan. Patë edhe komente fyese. Po. Si e përballon ti këtë gjë? E kam marrë me shumë sportivitet. Po. Dhe çfarë u thua këtyre që të kanë komentuar? Në mënyrë fyese, me atë gjuhën e urrejtjes, se ne do donim mos ta ndeshnim kurrë, por ja që ndodh. E kam komentuar në TikTok. Çfarë ke thënë? Të ishit, kjo ditë ka qenë shumë e lumtur për mua. Të ishit në vendin tim, atëherë do flisnim bashkë. Ua ke dhënë mesazhin shkurt dhe shqip. U thua njerëzve her pas here, cila është historia jote? Edhe aty kisha marrë shumë pëlqime, shumë shikime. Tek videoja që ke postuar? Jo, që... Tek videoja që është publikuar? Po, është publikuar. Nuk e di, disa milion klikime mos gaboj. Po, ke komenti që u shkrujta ishin marrë shumë pëlqime. Te komenti ju? Po, te komenti, reagimi. Reagimi që ti ke për. Mendon nga njëherë që njerëzit, edhe përmes asaj performance, të paragjykuan edhe pse s'ta dinin historinë, edhe pse nuk e dinin kalvarin e vuajtjeve që ti ke kaluar. E gjetet të nevojshme t'u shpjegohesh, t'u thuash cila është historia jote? E kam shprehur në disa mënyra në rrjetet sociale, por jo shumë të zgjeruar, po me pak. Do doj që publiku të njihte tamam me origjinën tënde, me historinë tënde, me gjithë çka ka ndodhur, edhe kur ti ke qenë e vogël, edhe sot që ke 3 fëmijë. Po. Çfarë u thua? Që të gjejnë forcën brenda vetes, besimi, se mund t'ja ndalin çdo gjë mban. Ornella, si ke ti sot të përditshmen tënde, për kujdesin që ke për vajzat? Për punën që bën? Po. Si është e përditshmja jote sot? E përditshmja ime jam shtëpijake, merrem me punë të shtëpisë, laj shplaj që janë këto çdo gjë. Kujdesesh për vajzat? Për vajzat. Ndonjëherë dalë nga hara kur më del koha, dalë nga toka. Punon edhe tokën për të siguruar të mbjella besoj për gjithë familjen. Po burri, partneri? Ai tani ndodhet jashtë shtetit, dhe unë nuk i kam marrëdhënie të mirë me atë. Me burri? Po. Nuk jep mbështetje financiare për vajzat? As jep, po me gjysmë zemër, jo me zemër plot. Ashtu, po me kë jeton ti? Ti dhe 3 vajzat vetëm? Tani jetoj në shtëpinë e vjerit. Për momentin. Për momentin. Por vjeri është aty, apo? Aty, është aty. është aty. Si është jeta me vjerin? Me atë ja kaloj shumë mirë. Çfarë thot ai për sjelljen e djalit? Situatën. E i flet, po nuk ka çati bëj më. I flet. Pra të është dashur Ornella që ndoshta gjithë të barë ta mbash e vetme në shpatulla? Jo.
se jam shumë e lodhur. Shpirtërisht. Të shikosh në atë gjendje që jam unë, të gjithë do mundohet për diçka për më të mirë. Do doje një mbështetje për vajzat e tua? Po. Ndoshta është koha, ne nuk kemi askush për ta thënë këtë gjë, po ndoshta është koha që ti mbështesësh financiarisht edhe ti duke punuar? Po, po. Sepse po thua që je nënë e vetme praktikisht, apo jo? Po. Kush i sjell të ardhurat në shtëpi? Me kempin që marrë të vajzave. Me ato i thonë, apo jo? Po. Sa është kempi sot? Po 80.000 lekë. Të vjetra. Ato nuk dalën as për rrugë. E jo të blej me ushqime e gjëra tjera. E si ja bërë? Ja, me vështërsi. Iki në këmbë. Që e qoj vajzën e vogël ke qendra autizmit. Po? Dhe aty jam shumë mirë, ndihem shumë mirë kur e qoj ato aty. Se kur dalë, më gjanë të kur më qelet, s'to gjë, dhe të vazhdoj për Pra, para. mund të themi që kjo eksperiencë janë dy realitetet të ndryshme, po na lejoni dhe ne ta kuptojmë situatën dhe ta kuptojmë si duhet Ornelën, se këtë po përpiqemi të bëjmë edhe për publikun. Kjo skenë e Albania's Got Talent ishte një frymarrje për ty, ishte një qetësi, ishte një arritje, ishte një stimul, një gëzim për atë të përditshmen tënde që është shumë e vështirë. Po. Unë di që edhe në audicionet i ke qenë së bashku me vajzën tënde që të shoqëron kudo. Po. Nuk mund ta lësh dot vajzën vetëm. Jo. Dhe ti ngritur nga Elbasani, ke ardhur në Tiranë së bashku me vajzën. E çova te qendra, dhe që marrën të punë ke qendra dhe erdha direkt. Nuk e çova më te Kopshi. Ta çova te Kopshi nuk ishte njëri kush ta merrte. Kështu që e mora me vete edhe erdha këtu. Dhe sërish përpos gjithë tyre peripecive, ti sërish e quan gjitje në skenën e Albania's Got Talent si ditën më të lumtur? Po. Wow. Në qoftë se do ktheshe pas në kohë, do e bëje prap? Edhe pse do e di që do merre 4 të kuqe, do e bëje prap? Do i riktheshe? Po. Je guzimtar dhe mendoj që është guximi ai që të ka bërë t'ja dalësh në jetë. Dhe në fakt ne pjesërisht e dinim historinë tënde. Ornela, nuk e dinim dhe nuk e kishim këtë panoramë të plot, po teksa ti e rrëfen në studio, dhe ne prekemi, dhe na emocionon, edhe mërzitemi pak. Por nga nga tjetër dhe na jep shumë motivim me gjithë të guxim që ti ke, ose nga njëherë është ky guxim që të shpëton nga shumë situata. Dhe për herë të parë kur jam ndje lumtur, kur kam marrë patentën për makinë. Ashtu? Pse aty kisha mundësinë që Sa bukur. Edhe aty pastaj unë burri nuk e pyeta fare. Nuk e pyeta më burrin. Duke ndje këshillën e një psikologeje, Okej. të bësh diçka për veten tënde, se po që ti e lumtur mund të jenë dhe vajzat e lumtura. Edhe unë këtë gjë bëra. Dhe ti more patentën. Po. Ornela, ti ke zgjedhur që ti bësh disa biseda me një psikologe për të përballuar gjithë vështirësitë që na the? Po. Dhe Pala saj, unë jam sot këtu. pala saj. Po. E ke edhe këtë motivimin, edhe Po. këtë forcën për t'i çuar gjërat përpara. Po. Të ka thënë që edhe një pjesëmarrje dytë në Albania's Got Talent zot bën të keq. Jo. Na duhet guximi dhe kurajo për t'i buzëqeshur jetës në cilën do situatë dhe ti na e tregon Ornela në mënyrën tënde. Na ke dhënë një mësim të mirë, na ke shkundur paksa nga i realiteti i përditshëm që kemi, që i marrim gjërat të mirëqëna, për thënë që duhet jemi më falendërues, edhe sigurisht që përpara se të shkruajmë një koment fyes për dikë, vërtet duhet kuptojmë që ka një histori pas çdo personazhi. Dhe kjo është për ata që na ndjekin, edhe që nuk ngurrojnë ndonjëherë të lënë edhe ato komentet e shëmtuara. Ornela, dua edhe një herë të shkoj tek ndoshta një nga dhimbjet e tua më të mëdha. Kur ke qenë e vogël, u arsimove? Jo, e lash pasore, është rritesh dhe sa, të vazhdoja të punoja, të krija të ardhura, të vazhdoja më tej. Sa klasë shkollë ke bërë? Kam mbaruar klasën në 8, kam mbaruar dhe klasën në 9 me korrespondencë. Dhe pastaj hoqë dorë nga shkolla. Hoqa dorë. Kur u martove? 2011-ën. Sa vjeç ishe? 19 vjeçë, në atë kohë. 19. Po, Kur ti u martove? po. Kur e Kur u lindë bëre vajzën nën e për herë parë? parë? 2012-ën. Si? 2012-ën. Janar, vajza madhe. Vajza e madhe. Për të martuar u martove? 2011-ën. 11. Po, pra vetëm 20 vjeç? Po, 20 vjeçë Ke lindë vajza bërë nën madhe. për herë të parë. Po. Dhe ajo ka qenë ndjesia shumë e mirë për mua. Kur e kuptove që vajza e madhe ishte e skepër të autizëm?
Jo vajza madhe, është vajza e vogël. Që ishte me Vajza epilepsi. madhe, deri në 5 vjeç ishte mirë. Okej. Një muaj që të fillon të shkollë të deri në klasë parë, e kapi epilepsia. Edhe sot. Sa dieti për epilepsi në atë periudhë? Nuk di asë gjë. Aty e mësova. Po për vajzën e vogël, kur e mora vesh që është autike? Mas një viti ca kur kam quar për vizitë. Se me vajzën e madhe më shumë kam lek në për spitale. Si ishte momenti kur more lajmin? Jo shumë i mirë për mua. Ishte periudha ku bashorti ishte prezent në jetën tuaj, apo? Aty ka qenë, po nuk i ka marrë kështu për mu. Nuk ka qenë mbështetje bashorti në rritjen e 3 vajzave? Jo. Pra, në gjithë të vite, Ornella, ti ke qenë e vetme? Po. Dhe bashorti është gjithkohës në emigrim? Ka qenë, më shumë ka qenë këtu të në emigrim. Por dhe pse ka qenë këtu nuk ka qenë një mbështetje si pas teje për ju? Jo. Po çfarë e ka shpëtuar martesën tuaj në rast se ai nuk është një mbështetje dhe nuk është pranë fëmijëve? Sepse kam duruar për hatër të fëmijëve. Si ishte kjo? Ke duruar për hatër të fëmijëve. Mendoj që ke për gabim? Po the mendoj. Kur s'ke ku të vesh, ku të mbështetur, do durosh. Nëse do jepje një mesazh sot bashortit, çfarë do i thoje? Edhe si kur ti jepje një mesazh, ai nuk më ndëgjon për asgjë. Thot mbyllë gojën se di unë. Ka qenë i dhunshëm bashorti? Po. Ka qenë edhe i dhunshëm? Po. Edhe pasi vajzat kishin ardhur një jetë? Po. Kjo ka vazhduar mbas vdekjes së mamës time, që më dhunonte psikologjikisht. Ornella, nëse do ishte diçka që do ta shpëtonte ose do ta përmirësonte jetesën e familjes tënde. Dhe kur them familjen tënde, unë i referohem vetëm ti edhe 3 vajzat e tua. Çfarë do të ishte? Do të kisha një shtëpinë time. Që doja qetë me vajzat dhe të vazhdoja përpara. Kjo është dëshira jote. Po. Kesh një banesë tënde për vete dhe për 3 vajzat e tua. Po. Dhe mos vallë përmes Albania's Got Talent doje që ta çoje këtë thirrje edhe tek publiku? Ishte një nga qëllimet? Ndoshta. Doje. Doja. Dhe ne urojmë shumë, media ka qenë realiste për të bërë shumë të mira në këtë vend të vogël ku të gjithë njihemi me njëri tjetrin. Dhe uroj shumë që kushdo që po na ndjek në rast se do ta vendoste dorën në zemër dhe do ndikonte sado pak për t'ia bërë përditshmërinë Ornelës dhe 3 vajzave të saj më mirë, duke i dhënë një banesë, uroj shumë që kjo të jetë forma e duhur për t'ju ndërlidhur, Ornella. Ti je një grua shumë e fortë, një grua e jashtëzakonshme, që ka duruar shumë, si shumë vajza e gra tjera në Shqipëri, dhe unë me zemër do doja shumë që të histori mos të gjonim më në vendin tonë, po për fat keq jetojmë në një vend ku janë normalizuar shumë gjërat gabuara. Kështu që për aq sa na lejon hapësira televizive, unë të admiroj për forcën që ke ti. Që të rrisësh 3 vajza, me gjithë to që ti the, e ardhur nga shumë e shumë vështirësi, pa dashurinë e prindërve në rritjen tënde, ti je vërtet një heroin. Kështu që na ke lënë pa fjalë. Unë nisëm për të folur për një pasion të ndin, por njohëm Ornelën e vërtet. Na ke lënë vërtet pa fjalë. Ornella, jemi shumë të lumtur dhe uroj shumë që përmes historisë tënde kemi mundur të japim zë historisë shumë grave shqiptare. E dim që në disa familje kudo në Shqipëri është fenomen ekzistent, sjellje të këtilla, vuajtje të këtilla, por ajo çfarë është më rëndësishme është forca që keni, që ne admirojmë, mësimi që na jepni, dhe uroj shumë që çdo fjalë që ti ke nxjerrë nga goja sot, të mbrij atje ku duhet, edhe ti të 3 vajzat e tua të merrni atë çfarë meritoni, një jetë më të mirë. A mundem të jap një përqafim Ornelës, se nuk besoj që ka më vend për fjalë kjo intervistë. Se kisha menduar që do qanë do herë në ekran, po vërtet ke prekur, dhe uroj shumë që gjërat të bëhen më mirë. Shumë E fort, okej? A mund ta përqafojmë Ornelën? Përqafojmë, shputemi, kemi pak publicitet. Shumë dashuri. Shumë dashuri. faleminderit.